Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 14 korrik. Data 14 korrik 2026. Kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme, me një ditë që vërtet ka ndikime dhe favorizime nga më të ndryshme, sepse lidhet edhe me punë, lidhet edhe me karrierën. Por me karrierën ju keni lindur në njerëzit që lidhen me karrierë ose kanë një mundësi shumë të mirë për arsye të punës së tyre ose të ndryshimeve që ata kanë, por gjithsesi është një periudhë mjaft ndikuese, sepse po afrohemi afër ndikimeve të mëdha, afër çështjeve dhe planetet që ndikohen. Por sot, nesër, një ditë para parashkimit, 2-3 ditë përpara, kemi të bëjmë datës 14 korrik, miq të dashur. Ndodh hëna e re në Gafore, një nga ngjarjet më të rëndësishme të muajit. Hëna e re në Gafore hap një cikël të ri që lidhet me familjen, shtëpinë, banesat, kujdesi, sigurinë, emocione, rrënjët, marrëdhëniet të afërta dhe direkt bashkim familjar, direkt një pasardhës, materniteti ka të bëjë shumë në rastin konkret. Gjithashtu kemi të bëjmë dhe me ndikime të fuqishme. Është një ditë shumë e ndjeshme, por dhe shumë e fuqishme në lidhje me fillimet që lidhen me zemrën, familjen dhe jetën private. Megjithatë, për shkak të Mërkurit që vazhdon të jetë në retrograd në Gafore, fillimi i kësaj hëne të re kërkon kujdes, rishikime në kohë. Nuk është fillim i nxituar, është një farë që mbillet me ndërgjegje. Ndikohen më shumë Gaforia, Britsjapi, Dashi, Peshorja të dhidicit të tretë. Sidomos ata që kanë ascendente apo planete personal në këto shenja. Gafore në fillim është fillimi personal dhe pastaj emocione familjare. Për Britsjapet mund të hapet kapitull i ri në marrëdhënie, partneritete ose kontrata. Për shenjën së Dashit lidhet me shtëpinë, familjen, prindrit dhe bazë emocionale. Për Peshorët mund të sjellin fillime ose rishikime në karrierë, statuti dhe imazhi publik. Kjo ditë është e mirë për të vendosur qëllime, shtëpinë, familjen, marrëdhënie të afërta dhe shërime emocionale. Kujdesi dhe ndikimi më i madh që ka të bëjnë, çështjet që kanë bëjnë në ndryshime të mëdha në anën tuaj dhe mundësi. Në dashuri mund të sjellë dëshira, afrimitet dhe kujdes dhe familje. Në financa është mirë për planifikime dhe shumë gjëra të tjera që do të diktojnë, por jo për shpenzime impulsive. Këshilla e ditës për këtë ditë të rëndësishme me hënën e re është: mbillni një fillim të ri, por mos e detyroni të jap rezultat menjëherë. Çfarë lind sot ka nevojë për kujdes, jo për presion. Pra, nëse do flasim në farë mënyre me ndryshimi, pra ndikimi që ka të bëjnë, nëse ne i futemi dal ku dal, atëherë është pak problem. Por para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Nëse keni ose doni më tepër informacione rreth parashikimeve, ku diun, atëherë mund të shkoni tek sekretaria dhe atje mund të dërgoni një email që neve të flasim bashkë pastaj për gjithçka ju intereson në detaje. Dhe kështu që çdo gjë e keni në dorë dhe jo vetëm. Megjithatë, ndikimi dhe vështirësitë që mund të keni pasur në të kaluarën duket se tani janë më të lehta, prandaj dhe them që çdo gjë që doni, çdo gjë që kërkoni, në kohën e dur bëhet gjithçka. Keni për të bërë një biznes, nuk diskutohet sepse koha është pasaporta juaj, është ajo ADN-ja juaj, domethënë natë ditë është dita juaj dhe mundësia. Prandaj dhe themi më mirë kur doni juve që nisni diçka të rëndësishme. Për ju që doni që në pyetje përgjigje, e doni dërgoni një mesazh direkt, e dërgoni dhe pastaj flasim direkt kur jemi në pyetje përgjigje dhe merrni përgjigje të qartë e të saktë për ato që doni të bëni. Tani, pa humbur kohë, të fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do të thotë shenja e Dashit. Meqense Dashi ka një kuptim dhe do që çdo gjë që ta realizoj me sukses. Dashi është i suksesshëm nga ana ekonomike financiare, është i suksesshëm në punën e vet. Por meqense në këtë ditë kaq të rëndësishme, këtë ditë që ka të bëjnë me ndikimin e kësaj hëne, një hënë e re, një hënë që jo nxitime, por meqense ju ndikoheni, sepse keni përballë ndikimin e shenjës Arit dhe Peshoren, por nga ana tjetër keni edhe mundësinë për të nisur një rrugtim të ri në çështje shpirtërore,
duket se me peshore dhe me gafore është ndikimi më i mirë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit? Me shenjën e demit ndodh gjëra të çuditshme, ekonomike sidomos, mundësi sidomos, koha që ndryshojnë gjëra të pandryshueshme, ekonomia, stabilizimi, momenti dhe vazhdimësia, jeni korrekt me atë çka bëni, jeni korrekt me atë çka keni, dhe shumë gjëra të tjera do të keni mundësinë të zgjidhni gjërat siç dëshironi juve. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me virgjëreshtë dhe diçka të tretë është diçka shumë pozitive, madje është periudha dhe ndryshimi më i madh që bën dhe do të ndikojë tek juve të kësaj shenje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, juve të kësaj shenje duket se ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë edhe me ndryshimet, sepse demi ka një mundësi mjaft të mirë në lidhje me kujtesën 1, me punën aktuale 2 dhe dashurinë e munguar 3. Dashurinë e munguar është me ndikimin e madh, do thotë me akrep. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, nëse keni pasur probleme të ndryshme në fushën e ekonomisë suaj, atëherë janë disa gjëra që tani për tani mund t'i zgjidhni juve, sepse keni mundësinë, keni kohën, keni ndryshimin, keni vendimin që mund të merrni dhe juve ndërtoni ura. Kjo është një anë shumë e mirë për juve, sepse janë shumë mundësi të arta ekonomike, financiare, në shumë mundësi që do të keni tani atutje për të zgjidhur çdo lloj problemi, çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujor dhe peshore, ka diçka shumë të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndriçuese, rregulluese, kjo do thotë shenja e gaforeve. Për juve të gafores, gaforet janë shenja më me ndikim, sepse një fenomen shumë ndikues, që është guvernatori juaj, dhe ndodh hëna e re në shenjën tuaj, sepse gaforet gjithmonë kanë energjinë në fillimit të ri, kanë mundësinë, kanë kohën, kanë diturinë dhe ndryshimin e madh që ata presin në këtë ditë kaq të rëndësishme, sepse është më e rëndësishme e muajit. Dhe kjo do thotë ndikime, kjo do thotë familja, shtëpia, banesa, blerjet, shitjet dhe lidhen edhe me zemrën e shpirtit. Kështu që do thotë një mundësi mjaft e mirë, miqtë e mi të kësaj shenje, jeni shumë të fituar, shenjat e ujit kanë atë ndikimi më të madh, do thoshën, kanë atë rregullin dhe standarde të larta financiare, ekonomike dhe ndryshime të tjera. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrep dhe me peshk, këtë dhe diçka të tretë, përgatituni se keni gjëra shumë të rëndësishme në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Luanë të dashur, nëse ju e keni pasur probleme, ose keni pasur probleme të ndryshme, vjen momenti tani që i zgjidhni këto çështje të pazgjidhshme për shembull, ose disa gjëra që vërtet kanë qenë në vështirësi, por vjen një moment tani, çdo gjë është më së mundur dhe koha është në favorin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorët e ditës së parë, me akrepët e ditës së tretë, është perfektja dhe jo problematike. E përgjithshmja duket se keni të bëni me një punë shumë të rëndësishme ose një ofertë që mund t'ju bëhet në këtë ditë kaq të rëndësishme të kësaj dite të martë, ku është mundësia juaj dhe koha e duhur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me shigjetar, përgatituni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha duket se tani ka ardhur momenti, ka ardhur koha e zhvillimeve, e ndryshimeve të mëdha, sepse është periudha, jo se ka të bëjë diçka që nuk shkon, ose diçka që vërtet juve keni reputacionin, ose keni gjëra të rëndësishme si virgjëresha që jeni, po unë do t'ju thosha që puna është ajo çka keni mundësinë, çka keni kohën e dur me nisma të reja mbi biznesin dhe karrierën, mbi ndryshimin dhe mundësinë e artë që keni tani atutje, është momenti i duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe ditës së parë, me ujorët dhe ditës së tretë, është perfektja dhe jo problemi që keni mbartur ose keni probleme të së shkuarës. Dashuria duket se me peshk të ditës së tretë është perfektja dhe ndikimi me gafore është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Meqense peshoret nga njëra anë ndikohen jashtë mase, nga ana tjetër kanë mundësinë dhe ndryshimin e madh që do të vijë drejt një kuptimi të jetës, të mundësive të arta, të gjërave të problematike që mund keni pasur, por nuk do të thotë problem. Të garantoj një orgoj 1.000.000%, sepse është një nga mundësitë më të arta dhe mundësitë më të mira që ju keni dhe koha tregon që jeni me shumë fat në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë të ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepëve. Akrepët dashur duket se
Jeta juaj ka filluar dhe fillon të ndikohet jashtëmase pozitiv. Jeni pozitiv në atë çka bëni, jeni pozitiv në atë çka kërkoni, sepse vërtet jeni në anën tuaj, ju se jeni në hall për problemin dhe ndrykimin. Akrepët asnjëherë nuk kanë probleme të mbartur, por janë drejt një kuptimi drejt jetës së tyre, të vazhdimësisë së jetës të përbashkët dhe mundësitë të artë që keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhet që ka të bëjnë me ekonominë është diçka mjaft e mirë sepse lidhet dhe me dashurinë, që do të thotë akrep peshk, akrep luan. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Shigjetarët e dashur, nëse keni pasur probleme ose gjëra të rëndësishme dhe nuk i keni realizuar akoma, po erdhi momenti tani, sepse kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese për punën, për karrierën, për ndryshimet e mëdha që vijnë. Koha është në anën tuaj, pozicionimi i planeteve ju ndihmon jashtëmase për bërë zgjedhjen e duhur, sepse çdo gjë e keni në dorë juve, çdo gjë jeni mjaft pozitiv në ekonomi, jeni mjaft pozitiv në vendimet dhe veprimet e mëdha që do të keni në anën tuaj. Çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë shigjetar dem, shigjetar virgjëresh, shigjetar peshk, shigjetar peshk sidomos, është koha juaj dhe momenti më perfekt i që ndonjëherë mbi çdo drejtim, mbi çdo kuptim të asaj çka keni, sepse gjërat janë pozitive dhe jo problematike. Edhe keni pasur një ndarje juve me të dashurën tuaj, keni pasur gati një vit e gjysmë, dhe njëra që është në Gjermani dhe tjetri është në Angli, largësia do thosha unë, do jeni shumë shpejt bashk, sepse duket se mbas kësaj dite, një ditë shumë e rëndësishme kjo, ka të bëjnë me hënën e re, është hëna e bashkimit dhe hëna e rregullimit. Por gjithsesi keni mundësi, sidomos lidhjet afatgjat janë megafore dhe me peshk këtë dhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa i përket bricapëve, meqense bricapët duket se kanë një mundësi shumë të mirë, lidhje me takime, lidhje me bisedime dhe kohën e rëndësishme për sa i përket anës ekonomike financiare, biznesit dhe karrierës. Disa ndryshime janë ndryshime mjaft të mira dhe favorizuese ekonomike dhe kohën që keni mbi ndryshimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse ka të bëjë me fillime personale, ka të bëjë me emocione familjare, bricapët e kanë këtë, meqense ndikimi i hënës, sepse hëna lidh shumë edhe me punën, lidh shumë edhe me takimet dhe bisedimet e rëndësishme që kanë të bëjnë në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, është momenti dhe koha juaj. Prandaj, meqense ndikimi i hënës së re që është në gafore, po ndikoni dhe juaj që keni përballë, është mundësia juaj dhe momenti më i artë i që ndonjëherë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Prandaj jepni peshë asaj çka keni, jepni peshë asaj çka doni, sepse është koha juaj, është momenti më i artë i që ndonjëherë. Çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe peshore është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët mund të flasim shumë, sepse lidhet dhe me ekonominë, lidhet me dashurinë, lidhet me vendime, lidhet me ndryshime, lidhet me punën aktuale që keni tani tutje. Është momenti juaj dhe periudha më e dashur e gjërave të mëdha që keni, por gjithashtu dhe një ndryshim shumë i madh që vjen drejt jush për takime, për bisedime dhe çështje të rëndësishme. Nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim, sepse kjo periudhë është e juaja, kjo periudhë është ideale sepse lidhet me imazhin, lidhet me atë çka është, lidhet me atë çka dëshironi dhe diktoni në anën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Gjithçka ndodh në anën tuaj sepse me luan është jeta dhe vazhdimësia. Shkojmë tek shenja e radhës. Në shkojmë tek një shenjë ndikuese dhe mjaft rrezatuese, kjo do thotë shenja e peshqeve. Peshqët dashur me këtë ndikim që ka të bëjnë për sa përket ditës së sotme të ditës së martë, të datës 14, ku kemi dhe ndikimin e hënës së re në shenjën e gafores, por gafori në shenjë uji dhe juve ndikoheni dhe keni mundësinë për të nisur diçka të re. Pse jo, është koha juaj, pse jo, i keni mundësinë për të zgjidhur çdo lloj problemi, çdo lloj çështje të nënpezull, është momenti juaj dhe koha që tregon rëndësinë, tregon kohën dhe vazhdimsinë për jetën dhe ndryshimin. Në çështje që lidhen me anën ekonomike financiare, lidhen me biznesin, lidhen me karrierën, lidhen me disa ndryshime të tjera, është momenti më i mirë i mundshëm dhe jo problematik, sepse peshqit nga njëra anë mundohen shumë dhe ditë që dytë për shembull ka bërë një blerje dhe kjo blerje akoma nuk ka përfunduar për 1000 arsye, keni pasur sa probleme me pasurinë e paluajtshme, por kjo mbetet për të parë, sepse tani për tani do shikoni juve se shumë shpejt kemi ndikimin e Mërkurit që kthehet në rrugën e drejtë, por meqense kemi disa hapa të rëndësishme tani tutje, ku do të shikoni gjërat të ndryshojnë, do të shikoni gjërat që
t'ja vlen për ato çka keni juve, çka jeni dhe momentet që do të keni tani tutje, është momenti më i mirë, më i arti i që ndonjëherë në anën tuaj. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të 10 ditë parë, bricap të 10 ditë që është perfektja, virgjëresha ka ndikimin e vet sepse lidhet me mundësinë, lidhet me kohën, lidhet me dashurinë e munguar, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite të rëndësishme të datës 14 korrik 2026, ditë e martë. Para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje, atje ndodhet sekretaria për të ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke klikuar e shikoni pastaj atë që juve ju intereson, shkoni tek sekretaria, atje dërgoni emailin tuaj dhe jeni gati për sa i përket flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi deri bisedet me juve, ne do të dërgoni mesazh. Kemi këtë butonin këtu. E klikoni, dërgoni mesazh dhe merrni deri bisedeti. Përgjigje nga një pulla, më të mirë njëraj.